Atëherë, përshëndetje të nderuara media, të nderuara gazetare, gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu pas mbledhjes së kryesisë, e cila po vazhdon ende me një temë që është shumë e rëndësishme që ndërlidhet me parandalimin e vetvrasjeve. Megjithatë, për hir të konsideratës dhe respektit tuaj dhe për hir të asaj që keni edhe aktivitete tjera, dola pak më herët nga mbledhja e kryesisë. Ne kemi vendosur që seanca e kuvendit të mbahet më 2 prill, pra të entën më 2 prill në orën 10. Në këtë seancë do të jenë 7 projekt ligje për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, fillimin e procedurave për mungesat në emërimin në Komisionin e Pavarur të Mediave, e po ashtu edhe në RTK. Pra në këtë drejtim lejoni vetëm shkurtimisht i përmend marrëveshjen për qasje në arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor, projekt ligjit për ratifikimin e amandamentit numër 3 për programin IPA 2018 dhe amandamentin numër 2 për programin IPA 2017, si dhe marrëveshjet që kapin vlerën në gjithsej 120 milion euro e që u dedikohen projekteve jetike për qytetarët e vendit. Si që përmenda, në këtë mbledhje u votuan edhe 2 komisione, pra që do të formohen në seancën e kuvendit të datës 2 prill, pra ajo që ka të bëjë me KPM-n dhe Bordin e Radio-Televizionit të Kosovës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj që për shkak të vonesave që kemi pas në konstituimin e kuvendit, tashmë janë edhe diku 33 pozita që duhet të plotësohen në gjitha institucionet përkatësisht në 34 institucione të pavarura dhe në këtë drejtim ndërlidhen pra edhe KPM-ja, edhe RTK-ja, e sot do të merremi edhe me KPK-n, e nesër edhe me gjykatën kushtetuese, me KGK-n e kështu me radhë. Raport me çështjen e presidentit, më lejoni që t'i referohem edhe kësaj çështje, sepse shumë sot pyetje ka marrë në kabinetin tim se kur do t'irret seanca. Në seancën e 5 marsit, unë kam thënë që seanca ndërpritet, por jo përmbyllet. Dhe kam thënë që ajo do të hapet dhe do të thirret pra kur të plotësohen kushtet. Unë pres që të ketë kërkesa, ftesa për takime nga kryetari i vetëvendosjes, kryeministri Albin Kurti për subjektet politike. Siç u njoftova, kryeministri Kurti sot ka bërë të qartë që do të vazhdojë me ftesat për subjektet grupet parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj uroj që këto debate, këto diskutime, këto takime të çojnë deri tek një zgjidhje për çështjen e presidentit. Është shumë e rëndësishme që vendit mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse kemi humbur shumë dhe kemi shumë punë për të bërë. Prandaj uroj që këto diskutime, këto takime të sjellin rezultate konkrete, por ftoj të gjitha palët që t'jenë serioz në qëndrimet që i mbajnë në këto takime dhe në raport me situatën aktuale. Po përpiqem që të përgjigjem shkurt në raport me situatën aktuale, çka është rëndësishme është vullneti. Rruga për të mbrirë të zgjidhja, sapo të ka vullnet, gjendet. Në këtë drejtim, as kushtetuta, as ndonjë ligj, as rregullorja e punës kuvendit nuk parashes situata të ndalimit të tërheqjes, ose të kandidatit, ose të nënshkrimeve, ose çka nëse shtohet edhe një, sepse ju e dini që më së shumti 4 kandidat mund të jenë, duke pasur parasysh numrin e deputetëve, pra që janë 120, secili nga 30. Prandaj në këtë drejtim, mendoj që në qoftë se ka vullnet, pra shumë e rëndësishme që të ketë vullnet, sepse nganjëherë po i shoh edhe qëndrimet e subjekteve politike që vendi duhet shkojë në zgjedhje. Më falni, qytetarët në 28 dhjetor kanë votuar. Për çfarë arsye vendi duhet shkojë në zgjedhje? Kushdo që pret rezultat tjetër, mendoj që ka gabim, sepse nuk kemi kohë të gjatë prej dhjetorit deri tani. Janë shumë pak muaj ndërmjet. Në vend që të gjithë të fokusohemi që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit, ne përballemi me situata të kërkesave të vazhdueshme për të shkuar në zgjedhje, por mendoj që këtë nuk e meritojnë qytetarët e Republikës. Për t'ju rikthyer temës, nëse ka vullnet, gjithçka është e mundshme. Por pas takimeve me grupet parlamentare, kjo do të jetë e qartë. Kryeministri Kurti, siç e keni parë, dhe po i referohem, por falni, për qëndrimet e vetëvendosjes sapo ta përfundoj zonja Ana Gapsi që është brenda në takim, do të flas, pra saktësisht për qëndrimet e vetëvendosjes. Por kryeministri Kurti ka pasur ftesa edhe para se dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, i ka ftuar edhe LDK-n edhe PDK në takime, por edhe zoti Abdigjiku, edhe zoti Hamza nuk kanë pranuar që takohen, kanë thënë që e presin vendimin e gjykatës dhe pastaj do të kemi takime. Dje ka ardhur nga Franca, nuk e di a ka njoftu kryeministri, por të paktën me sa unë jam në dieni, dje ka ardhur në Kosovë, sepse siç e dini ka qenë në Paris.
Prandaj dhe ka thënë edhe sot që do të vazhdoj komunikimin dhe takimet me opozitën. Në këtë drejtim, unë ju referova deklarimeve publike të zyrtarëve të lartë të PDK-s, sidomos të PDK-s, por jo vetëm, që kanë thënë që vendi duhet shkojë në zgjedhje. Pra, le të përpiqemi të paktën, le të përpiqemi që ta gjejmë një zgjidhje, për shkak se lëvizja vetëvendosje ka dërguar, si më thënë, ka propozuar 2 emra vetëm atëherë kur s'ka pasur emra opozita. Ne jemi detyruar, sepse kam udhëhequr edhe vetë seancën, që të hyjmë në procedura të zgjedhjes presidentit, por tani nëse ka vullnet, gjithçka është e mundshme. Unë i lutem shumë opozitës që të kenë qasje konstruktive, por jo vetëm opozitës, gjitha palëve, sepse ju e dini që na duhet kontributi gjitha palëve për të kaluar këtë situatë. Faleminderit shumë dhe shihemi në takimet e tjera.